Përshëndetje, sot jena ardhur prapë në klinteve një që na kom para 3 javë, jena ardhur me taku Abedinin edhe me post shëko gjendjen. Na Abedinin e kena kontaktu me ta edhe përprisim me ardhë. A për marrë me në klinën këtu? Po. Para 3 javë? Para 3 javë. Që e po më tu më lidhë kanal që Abedinin? Edhe unë kam qef. Mirë po të thumë të, edhe unë kam qef. Me gjithë një punë. E më ka në punë shpitim. A je ka në punë? Po. Më shku me punu. Kanë e fëndu. Më kanë thonë që këtë djali me kulicë. Se o dalë tash orë ma është me punu. Edhe e kam shku të shevi, këmë thonë, a mund është me nalë? Nale. Edhe kështu se s'ko mujtë me vazhdu shpitim. E fëndimet sen. Edhe këmë vazhdu prapë. Me këtë karocën tanë. Mjaftë qëllë që atëmve. I darëm. E bukës. E mjaftë që me posë me honga me filë. A e din fëmija që fa punë e banë Abedin? Po. E din dhe më thonë? E din djali ma. Djali ma, po. Shqyqër zotit, ajo më kuptan. Po me mujtë me qëtin rrugë të mirë. Ajo me thonë, që aj djali me kulicë, që aj djali u konë të i tash, kisë mund me rëzanot, se kjo donë në për konta, ki ka mjellë kanot që hekra ka mjellë, e kisë bënë. Po do të me thonë, hajde të përkosë në pak, që anë gjesë në durë në pak. Nisë ma parë bo prej Golden Eagle, i ka dhuru Golden Eagle 1.000 euro, edhe mandej pas publikimit të storjes, që edhe Abedini po vjen, pas publikimit të storjes, normalisht që Abedinit ju kanë gjinë shumë njerëz afër. Abedin? Përshëndetje! Ku je mëre? Që ti? Halo, si ke gjujtë? Jo, halo! Për një me? Si je? A je mirë? Si je se dërela e mirë? Abedin? Që? A i lullë? Ka pak? Qështë më kalon? Mirë. Prapë ka orë dërejla me të pasët. Dashi mirë. Edhe me po prapë i të paska, me do kanaqë, Po, pak, po. Tregom, që që ki gjendin? Po, gjendjen mirë. Ha? Ka dhe zoti. Mirë. Falit poplet edhe faljuve. Na nuk këna bo kur gjanë, na këna bo një punë të vogël, bashkë me Dorelin. E një cume prej Golden Eagle, kompanisë Frutex. Pas ke Golden Eagle to, në kanaqë. Abedin kja spart pak jo bicikla? Pak, po. Ha? Spart pak, po bat një man pak. Po, po. Ha Dorela, qa kimi thonë Abedinit? Kërë taku e pare, a ke mendu që ka me ndryshu që ka të shumë jeta jote? E jo, me dërtit jo, po faktikosht deshti zoti, falë poplit, falë shpëtim deskot, cili edhe falë teje, cili një kanë organizator shumë të maj, e cili jo ma këni gëzu familjen, e falenderoj poplin, cili që kanë marrë pjesë edhe personalisht stafin e ju, edhe shpëtim deskot, një cili babët, cili që organizoj tankit popull, madhe, edhe pruni këtë ndim, edhe falë zotit, ati kofshin falë shpëtimit, e teje, e popullit, më gëzoj familje. Abedin, që shëki familjen tash? Shumë të lumëtër. Lumëtër, a? Shumë. Edhe jam i lumëtër, i bosqeshur, shumë. Për stepër jam i lumëtër. Me mbledh s'ke mbledh më kanaqë? Jo. 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 Edhe më kërë më së të mbledh kanaqë? Jo, ta këmë dhënë përëntimin. Bravo. Përëntimi o përëntim. Bravo, një punë ki me gjithë, ka dal edhe me hime punu një kodin. Kismet. E bo. Patjetër. Që shpe banë gjumën tash? Ti është mija? Shumë ra. Shumë rahat, a? Shumë jam i lumëtër. Shumë familja jam është aqë shumë i lumëtër se natë e ditë e falenderojnë as Zotin. Shkaku popullit e falti. A e gëzu fëmija? Par stepër. Se do mos me janë, e cilën që kam Vajzen. vajzen, e cilën nësë të përmend ty, thëtë ku agji si më ka premtu. Tham po të ka premtu, po do të vjen. Po ja që erdhe shpëtim. Ja dole. Normalisht, na jena për me ardhë dhe për me bo punë të miras, të këpuni bujë na bëna një punë të vogël, apo të zbëjmë punë të madhe, apo mandej njerëzit, organizimi njerëzve dhe i shqiptarëve, edhe këtu edhe në diasporë që u organizohen shumë edhe dolen ty ndim. Dole. Normalisht që kanë thirrë shumë, të kanë shkujt shumë, Patjetër. të kanë dërgu pare shumë, Patjetër. edhe ti besoj kemi falenderu
tonë. Njerëzit. Njerëzit, normalisht. Edhe mos mi harru. Ja, nuk muj mi harru. Janë ndime e tëmve që me kanë bë mua edhe për familjen tim. Atëre une do të më falenderu shumë për stepri. Nuk ka s'po di qysh me ta shpjegu, nuk jam shumë i emocion, shumë se nuk e di qysh se ata i kanë ndihmu një familje cila që kanë pas nevojë. Vajzën e ki smut, Po, epilepsis. me epilepsi, me smundën epileptike, apo mund është tash me nejt më shumë gati me medikamente, Me tana. Me tana. Po. Do me thonë mos e ki qatë të lashën, qatë stresin. Jo, nuk e kam atë Më stres. smuët vajza nesër edhe në s'kam Jo, e kam kapa stres edhe e kam kapa edhe kam gjujt. E ke gjujt? E kam gjujt me të vërtetë është aja. Bravo, po të shumë të gjumë dhe Albin, Shumë. po më bësë shumë qefi. Shumë. Po më bësë shumë qefi. Albin, No? a e din që ka dhe njerës tjerë që e kanë gjendë sigur ti? Po, e di. Qka ki me thonë për ata njerës? Inshallah, del dikush edhe ma tutje edhe atë vendin. Dhe me thonë me maj shpresa se Me marrë shpresa. dikush ka mjë qënë dire, Po, me të zotit, qysh ma kanë qenë mua edhe atë me dhe t'janë qenë. edhe atyne. Edhe atë me. Shpresat e zotit nuk u pëtë. Ti si kalove këto ditë me shumë telefona, me shumë... Sa ki po gjëmë këto ditë? Shumë pak kam bo, në cilë se me të vërtetë s'ka mujtë mi për cilë. Shumë kam pas telefonata, dhe na në sëfër. Kur o kryjë sëfyri, ma ndaj kom fijet, një sahat dë, prap ka njësë telefonata. Dhe thët, pandal, jenë ka telefonata. Ka i thu kësaj fuqia bëdim për 3 javë me mru komplet jeta, dhe më thonë prej një jetës pak më ndryshe në një jetë tash ma normale, ma stabile, ma të qitë, ma pa presion, pa stres, pa... Hiç s'kam stres, falë zotit e atyve njerëzve që më kanë ndihmu. Dhe më thonë e kam kap, e kam hup, e kam hek stresin. Më thonë jam i lumtur se na nuk e di as vetë sa jam i lumtur. Jone, po është edhe lumtur edhe familja jam. Shumë për stepi është. Na jena të lumtur. Neve na kanë bë të lumtur. Neve na kanë bë me fluturu. Na jem sikur ata zëjgjit që i kapin, që i kanë shtin kafaz edhe i mojnë në shupi kafazet edhe i qesin nga edhe të lirë se fluturojnë. Ashtu të jena dhe na. Bravo, Abedin. Abedin, a i din për afërsis sa portu kanë grumbullu? Po, dhe më thonë, 88.000. 88.000 euro ka ngrumbullu për 3 javë. Për 3 javë ditë. Bravo. Edhe jam që e kom lutë zotin, ato natë ditë, dërsa dhe qika me vojza, Zara vogël, e cilës ja kom qitë dorët për para, edhe aja o lutë. Falë zotit, e cila edhe dohela, cila që ka rjedhë lotë bithmin e mi, që e kanë plecu dëshirat, edhe shpitin deskët, ato kjo kom e qilë dherën e banesës. Dhe me thonë e ke blej banesën? Po, banesën... Hajde për haj, bravo. Haj paç. Për haj, bravo, për haj. Dhe me thonë e ke blej banesën? Haj paç, po. Pra, publik i dashur, 88.000 euro i kanë grumbullu Abedinit, direkt tek Abedini kanë shku ato mjete, dërgusti kanë dërgu në format ndryshme, në për agjencione financiare, në për llogaritë bankare, në për forma, njerëz kanë ardhur të shtëpia, edhe janë grumbullu 88.000 euro. E kemi nisë me 1.000 euro donacion prej Golden Eagle, edhe i mbo 88.000. Ndëroj shumë Golden Eagle-ën, Patjetër. cilën edhe shpëtimin e Golden Eagle-ën e organizati parë që u konë Golden Eagle, e cila duela që mi ka dërzuar 1.000 euro Në llogari, pastaj e ka pas dorë në hojt, pastaj e nor edhe tjera. E nor edhe 88.000 euro që mi kanë çu. I falenderoj diasporës, i falenderoj Kosovës, i cilët krejt që kanë marrë pjesë në familje tem, i cilët që ma kanë blekit banes, Allah i shpërblef fjara vizot e Allah i një muftë. Abedin është kogja vlerë e madhe mu grumbullu që ka shpejt. Po. Normalisht është e vështirë sa ata njerëz që kanë ndo mjete financiare prej pasunisë vet, për rrogës vet, ata kanë bërë me njerëz. Është e vërtetë. Edhe ti nuk kimi harru. As ti as Zoti. Zoti jo se jo, po as ti duhesh mi harru. Absolutisht. Nuk dyshoj që kimi harru. Absolutisht. Edhe normalisht do i la e lumtur aty sot. Shumë. Për Po me? zotit, alhamdulillah. Një gjygim çaj Patjetër. do të me pikë smet. Patjetër. A je sigurt? Po patjetër. Një gjygim çaj kena me pi. Abedin, mu po m'vjen mirë që ke arrit në këtë pikë me pas një banesë edhe me i shtit fëmijë tumra, na? Alhamdulillah.
Sa fëmijë po të? I kam 5. 5.000. Jo, një 2, banë s'tash të banesë të rej. Kisme. Ja në pëtinë një dy ka i bon banesë të rej. Edhe banesë re, 7. Po, bërvur. Pse jo? Nuk e di ta. Banesë re, sa në gjetë. Pse mësë me po? I ri po? Bravo. Nëse nuk ka bëj që të e ki kontratën, do që të është kontrata që Abedini e ka blej banesën, na besoj kena me publiku dhe tek video që kena këtu, vlela banesës në konë 8.000 euro, edhe metra katror dykon 110 Abedin, 110.50, dhe më thonë 110 metra gjys tojmë na kështu në gjuhën tonë, e gëzofsh, tjere me këtë familjen, edhe unë e bashkë me Dorelën i falenderojmë krejti njerëzit që jenë angazhu me ndimu Abedinit, normalisht, fillimisht e falenderojmë edhe kompaninë Golden Eagle, e cila ka inicu, e kemi inicu bashkë këtë rast, po donacioni parë u konë prej kompanisë Golden Eagle, kështu që e gëzofsh. Këtë tonë që nuk më hinë banesë pa cilë dirë. Ja, se jo, valloj, kjo është e vërtetë që kom folë, edhe ta foli, se kjo ka kojt mithmin e mi. Edhe lotë e sojna, dërsa lotë e sojna që kanë vjerë, mithmin e mi edhe ju ka plicu të zoti. Ati kofshin falë. A shkoj me cilën dirën? Pa tjetër, me Dorelën, pa tjetër. Hajde për hajt. Hajde për hajt. Këtë dëshojmë banesën Abedinit. Cila është e jotja? Që kjo? 4 nishi. 4 nishi. Për hajkof. Hajde, Hajde për na cilë dirën? Ti Dorela? Hajde për haj. 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 Hajde për haj Dorel? Hajde për haj. Bismillah. Va. E gëzaf Abedin. Faleminderit. E gëzaf Abedin. Shpëtim, do më thonë diçka. Ha? Tash edhe dhe dek në një të marë. Ja ti më dek heq. Vese e kom strahu familjen time këtu, këtë banesë edhe në dek në një të marak për kur gjatë tjetër. E cila dëshira familjes ta më plëcu. Ti me jetu gjatë bashkë me fëmijët tu edhe me këtë njerëzit tu edhe me shiju këtë banesë të re, se kjo banesë është njerëz se shumë njerëzve që tu kanë gjinë momentin ma të nevojshëm për ty. Edhe tjetës tonë edhe fëmijëve tu edhe gjithëve. Kështu që ti me jetu gjatë edhe me shiju edhe mos harro edhe një 2 fëmijë që të thash më herët. Hajde shohmi, qëtu pas me një sallon të bukur të madh, e pas ke me pamje fantastike Abedin. Fantastike. Bravo. Tash kemi mobilu? Po. A i ki do para për me mobilu? Po, i kam. I ki? Po, do i kam. Bravo. Ma më dzukë dhe të bëhet gjithka, mase që edhe me dekë qëtu. Edhe qëtu me vlejt, mase jo më haratu, familja jame jenë gëdzu, jenë bo, edhe e cila, edhe Somea, e cila u gëdzu, se është me epilepsi, nuk më jetë marak kur gjatë tjetër. Të kalzova, me dek, to kena me dekna, mos u bo marak për atë punë. Po me tu gjatë halase ti e ri dhe minë dhe me shiu tash, ka arkuar me shiu, pa ku më të më dek ka qeret? Ku më të më dek, këto e kena një dhomë gjumit? Po, dhoma gjumit është. Fantastike. Edhe një dhomë gjumit tjetër. Pa tjetër. Dorela, haleshe edhe ti pak. Edhe një dhomë gjumit e kena. Pa tjetër. 3 dhoma gjumit e pas ke qëtu një banjo. Një banje. Banjo ka e gatshme. Edhe këtu e pas një banjo tjetër, për tjelëse. Bravo Abedin. Unë nuk kam qa me thoma shumë. Nuk kam qa me thoma shumë për vetë se qëtu e kena një shpajz. Abedin, du më thonë ti je këtu për balë venit ku ke jetu? Po. Nëse nuk a boj që ku atje shpia ku ka jetu Abedini, Po, pa tjetër. sa herë qohësh për gjumit, ki me kujtu jetën tonët ma hershme, edhe me punu për ditën ma shumë, ti edhe fëmija tu.
Shumë e ma shumë duhet me punë. Shumë më shumë tash. Shumë e ma shumë. Bravo. Edhe atë kulitë që kam kapë episodit e të mas, Ato le në arkiv dikon. dëvët me lanë dikun për me kujtu gjendjen teme, kur jam mas zgëdzushmi, me kujtu qysh jam kanë, pa edhe me dhëmë dhërata të zotim edhe ma shumë të përshtatëm. Bravo Abedin. Publik e dashur, rasti i Abedinit u mbyll, Abedini e ka tash banesën, kështu që krejt ata që kanë ndihmu, faleminderit prej zemrës, edhe prej neve, edhe prej Abedinit, edhe prej krejt stafit që është mundu që kjo banesë me usiguru. Usiguru banesa, shpresojmë që raste tjera të ketë sa ma pak, po kudo që ka raste na kena me mundu me konë afër tyne, edhe me jau qelë djerën edhe me qunin ndihmë, sa do të vogël, mandej populli jonë është i madh, ka zemrën e madhe dhe që blen banesa, blen shtëpia, shëron njerëz, bën mund mira, kështu që qita jena na dhe unë i përgëzoj secilin cent që e kanë dërguar njerëzit në adresën e Abedinit. Abedin e gëzofsh ti me këtë familjen Dorel. Bravo dhe ty. Bravo Dena. Bravo Dorel. Punë të marrë Abedin, shëndet ti dhe këtë familje jote. Publik i dashur prej Klinës, kjo banesë e re, mirë me gëzimin asot, Abedin. Sot gëzum shumë. Patjetër. Mirë pafshim. Ciao, ju falenderoj.
Përshëndetje, sot jena ardhur prapë në klientëve e një që na kom pa 3 javë, jena ardhur me taku Abedinin edhe me po të shkoj gjendjen. Na Abedinin e kena thirrë, kena kontaktu me to edhe përprisim me ardhur. A për marrë me në klinën tu? Po, Pa 3 javë. pa 3 javë. Që e po më tu më lidhë kanal që Abedinin. Nisë ma parë bo prej Golden Eagle. I ka dhuru Golden Eagle 1.000 euro. Edhe mandej pas publikimit të storjes, që edhe Abedini po vjen, pas publikimit të storjes, normalisht që Abedinit ju kanë gjinë shumë njerëz afër. Abedin? Përshëndetje! Je more? Që ti? Halo, si ke gjujtë? Jo, halo! Për një me a? Si je? A i mirë? Si je se dorela i mirë? Abedin? Që? A i luon? Ka pak? Qështë më kalon? Mirë. Prapë ka orë dorejla me të pasët. Dashi mirë? Edhe me po prapë i paska, me do kanaqë, Po, ajo? pak po. Të regom, që ki gjendin? Po, gjendjen mirë. Ha? Ka dhe zoti. Mirë. Falit poplet edhe familje. Na nuk këna bo kur gja, na këna bo një punë të vogël, bashkë me dorejlen. E një cume prej Golden Eagle, kompanisë Frutex. Pas ke Golden Eagle to, në kanaqë. Abedin kja spart pak jo, bicikla. Pak po. Ha? Spart pak, po bat një man pak. Po, po. Ha Dorejla, qa kimi thonë Abedinit? Kërë na taku herën e parë, a ke mendu që kam ndryshu që ka të shumë jeta jote? E jo, me të vërtet jo, po faktikosht deshti zoti, fal poplit, fal shpëtim deskut, cili edhe fal teje, cili një kanë organizator shumë të maj, e cili jo ma këni gëzu familjen, e falenderoj poplin, cilë që kanë marrë pjesë edhe personalisht stafin e ju, edhe shpëtim deskun, i cili babët, cili se organizoj tanë këtë popull madhe, edhe pruni këtë ndim, edhe falë zotit, ati kofshin falë shpëtimit e teje, e popullit, më gëzoj familje. Abedin, që shëki familjen tash? Shumë të lumëtër. Lumëtër, a? Shumë. Edhe jam i lumëtër, i bosqeshur, shumë. Pas tepër jam i lumëtër. Me mbledh s'ke mbledh më kanaqë? Jo, Jo. jo. Edhe më kur më sot të mbledh kanaqë? Jo, ta këmë dhënë premtimin. Bravo. Premtimi o premtim. Bravo, një punë ki me gjetë, ka dal edhe me hime punu një kohë. Kismet. E bo. Pa tjetër. Që shpe ban gjumin tash? Tjera është mija. Shumë ra. Shumë rahat, a? Shumë jam i lumëtër. Shumë familja jam është aq shumë i lumëtër se natë e ditë e falenderojnë as Zotin. Shkaku popullit e falti. A e nëzuf mija? Pas tepër. Se do mos me janë, e cilën që kam Vajzën. vajzën, e cila nësë të përmen ty, thëtë ku a ogji si më ka premtu. Tham po të ka premtu, po do t'vjen. Po ja që erdhe shpëtim. Ja dole. Normalisht, na jena për me ardhë dhe për me bo punë të mirë, as të këpuni bujë na bëra një punë të vogël, apo të zbëjmë punë të madhe, na po mandej njerëzit, organizimi njerëzve dhe i shqiptarëve, edhe këtu edhe në diasporë që u organizohen shumë edhe dolen ty ndim. Dole. Normalisht që kanë thirrë shumë, të kanë shkujt shumë, Pa tjetër. të kanë dërgu pare shumë, Pa tjetër. edhe ti besoj kemi falenderu Tonë. njerëzit, Normal. Normalisht. edhe mes mi harru. Ja, nuk mu mi harru. Janë ndime e tëmve që me kanë bë mu edhe për familjen tim. Atëre une do të me falenderu shumë për stepri. Nuk ka s'po di qysh me ta spigu, nuk jam shumë emocion, shumë se nuk e di qysh se ata i kanë ndihmu një familje cila që kanë pas nevojë. Vajzën e ki smut, Po, epilepsis. me epilepsi, me smundin epileptike, apo mund është tash me nejt më shumë gati, me shumë. medikamente, Me tana. Me tana. Po. Dhe me thonë mos e ki qatë të lashën, qatë stresin, Jo, nuk e kam atë më stres. smuët vajza nesër dhe në s'kam Jo, e kam kapa stres edhe e kam kapa edhe kam gjujt. E ke gjujt? E kam gjujt me të vërtetë është aja. Bravo, po të shumë shumë të gjumë, Abedin, Shumë. po më bësë shumë qefi. Shumë. Po më bësë shumë qefi. Abedin, No? a e din që ka dhe njerës tjerë që e kanë gjendë sikur ti? Po, e di. Qka ki me thonë për ata njerës? Inshallah, del dikush edhe ma tutje edhe atë vini. Dhe me thonë me majë shpresa se Me marrë shprejsa. dikush ka mjë qilë dire. Po, me me të zotit, qysh ma kanë qenë mua edhe atë me dhe t'janë qenë. Edhe atyne. Edhe atë me. Shprejsat e zotit nuk u pëtër. Që që kalove këto ditë me shumë telefona, me shumë... Sa ki po gjëmë këto ditë?
Shumë pak kam bo, në cilë se me dërtis ka mujtë 1%. Shumë kam pas telefonata, dhe na në sëfër. Kur o kry sëfyri, ma ndaj kom fijet, një sahat 2, prap ka njësë telefonata. Dhe thët, pa ndalë jenë ka telefonata. Ka i thuk saj fuqia bëdim për 3 javë me më komplet jeta. Dhe më thonë, prej një jetës pak më ndryshe në një jetë tash më normale, më stabile, më të qitë, më pa presion, pa stres, pa... Hiç s'kam stres, falë Zotit e atyve njerëzve që më kanë ndihmu. Dhe më thonë e kam kap, e kam hup, e kam hek stresin. Më thonë jam i lumtur se na nuk e di as vetë sa jam i lumtur. Jone, po është edhe lumtur edhe familja jam. Shumë për stepi është. Na jena të lumtur, neve na kanë bë të lumtur, neve na kanë bë me fluturu. Na jem sikur ata zëjgjit që i kapin, që i kanë shtin kafaz edhe i mojnë në shupi kafazet edhe i qesin jashtë edhe të lirë se fluturojnë. Ashtu t'jena dhe na. Bravo, Abedin. Abedin, a i din për afërsis sa portu kanë grumbullu? Po, dhe më thonë, 88.000. 88.000 euro kanë grumbullu për 3 javë. Për 3 javë ditë. Edhe jam që e kom lutë Zotin, ato natë e ditë, dërsa dhe qika jam e vojza, Zara vogël, e cilës ja kom qitë durët për para, edhe aja o lutë. Falë Zotit, e cila edhe dohela, cila që ka rjedhë lotë bithmin e mi, që e kanë plecu dëshirat, edhe shpitim deskët, ato kjo ku me si dhere në banesës. Dhe më thonë e ke blej banesën? Po, banesën... Hajde për haj, brave. Haj paqë. Për haj, brave, për haj. Dhe më thonë e ke blej banesën? Haj paqë, po. Pra, publikit dashur, të 8.000 euro i kanë grumbullu Abedinit, direkt tek Abedini kanë shku ato mjete, dërgusti kanë dërgu në format ndryshme, në për agjencione financiare, në për llogaritë bankare, në për forma, njerëz kanë orë të shtëpia, edhe jenë grumbullu të 8.000 euro. E kemi nisë me 1.000 euro donacion prej Golden Eagle, edhe i mbo të 8.000. Patjetër. Cilën edhe shpëtimin e Golden Eagle, organizati parë që u konë Golden Eagle, e cila duela që mi ka dërzu 1.000 euro në llogari, pas ta e ka pos dorë në hojt, pas ta jenë edhe tjera. Jenë edhe 88.000 euro që mi kanë shu. I falenderoj diasporës, i falenderoj Kosovës, i cilë krejt që kanë marrë pjesë në familje tem, i cilë që ma kanë blekit banes, Allah i shpërblef fjara vizot e Allah i një muftë. Abedin është kogja vlerë e madhe mu grumbullu që ka shpejt. Normalisht është e vështirë, sa ta njerë që kanë do mjete financiare prej pasunisë vetë, për rrogës vetë, ata kanë bo me njerës, edhe ti nuk i mjavë haru. As ti as Zoti, Zoti jo se jo, po as ti duhesh mjavë haru, nuk dyshoj që ki me haru, edhe normalisht do i la e lumë të rëti sot. Shumë. Për me? Zotit, alhamdulillah. Një gjygim qaj do të me pi kismet. Patjetër. A je sigur? Patjetër kismet. Një gjygim qaj kena me pi. Abedin, mu po m'vjen mirë që ke arrit në këtë pikë me pas një banesë edhe me i shtit fëmijë tumra, na? Alhamdulillah. Sa fëmijë po të? I kam 5.000. 5.000. Jo, një 2, ma në stash të banesë rej. Kismet. Jo, nuk e zja, në pëtin një 2 ka i bo banesë rej. Edhe banesa, shtat. Pse jo? Nuk e dita, banesa rej, sa në gjetë. Pse mos me bo? I ri po? Bravo. Nëse nuk ka bëjsh të e ki kontratën, do që të është kontrata që Abedini e ka blej banesën, na besoj kena me publiku dhe tek video që kena këtu, vlela banesës nuk konë të 8.000 euro, edhe metra katror dykon 110, Abedin, 110.50, dhe më thonë 110 metra gjys të na kështu në gjuhën tonë, e gëzofsh, tjere me krejt familjen, edhe unë e bashkë me Dorejlen i falenderojmë krejt njerëzit që jenë angazhu me ndihmu Abedinit, normalisht, fillimisht e falenderojmë edhe kompaninë Golden Eagle, e cila ka inicu, e kemi inicu bashkë këtë rast, po donacioni parë u konë prej kompanisë Golden Eagle. Kështu që e gëzofsh. Këtë tonë që nuk më hinë banesë pa cilë dirë. Ja, se jo, valloj, kjo është e vërtet që akon folë, edhe ta foli, se kjo ka kajtë mithmin e mi. Edhe lotë e sojna, dërsa lotë e sojna që kanë vjerë, mithmin e mi edhe ju ka plicu të Zoti. Ati ku fshin falë. A shkoj me cilën dirën? Patjetër, me Dorejlen, patjetër. Hajde për hajt. Hajde për hajt. Do shkojmë banesën e Abedinit.
Abedin, cila është e jotja? Që kjo? 4 nishi. 4 nishi. Për hajkov. Hajde për atë cilë dirën? Ti dorela? Hajde për haj. 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 Hajde për haj dorel? Hajde për haj. Bismillah. Va. E gëzaf Abedin. Faleminderit. E gëzaf Abedin. Shpëtim, do më thonë diçka. Ha? Tash edhe me dek në një të marë. Ja ti me dek heq. Veç e kom strehu familjen time këtu, këtë banesë edhe me dek në fëmija ta. Marak për kur gjatë tjetër. E cila dëshira familjes ta më plëcu. Ti me jetu gjatë bashkë me fëmijët tu edhe me këtë njerëzit tu edhe me shiju këtë banesë të re, se kjo banesë është njerë se shumë njerëzve që tu kanë gjinë momentin ma të nevojshëm për ty. Edhe tjetës tonë edhe fëmijëve tu edhe gjithëve. Kështu që ti me jetu gjatë edhe me shiju edhe mos harro edhe 1-2 fëmijë që të thash më herët. Hajde shohmi, qëtu pas me një salon të bukur të madh, e pas ke me pamje fantastike Abedin. Fantastike. Bravo. Tash kemi mobiliu? Po. A i ki do para për me mobiliu? Po, i kam. Po, do i kam. Bravo. Me më dzukë dhe të bëhet gjithka. Mase që edhe me dekë qëtu. Edhe qëtu me vlejt, mase jo më haratu, familja jame jenë gëdzu, jenë bo edhe e cila edhe Somia, e cila u gëdzu se është me epilepsi, nuk unë mjetë marak kur gjatë tjetër. Të kalzova me dek, to kena me dekna, mos u bë marak për atë punë. Po me jetu gjatë halase ti e ri dhe minë dhe me shiu tash, ka arkuar me shiu, pa ku për të me dek ka qelet? Është e vërtit. Ku për të me dek, këto kena një dhomë gjumit. Po, dhoma gjumit është. Fantastike. Edhe një dhomë gjumit tjetër. Pa tjetër. Drejla, haleshe edhe ti pak. Edhe një dhomë gjumit e kena. Pa tjetër. 3 dhoma gjumit e paske që të një banjo. Një banje. Banjo ka e gatshme. Edhe këtu e pashmi një banjo tjetër, për tjelëse. Bravo Abedin. Unë nuk kam qa me thoma shumë. Nuk kam qa me thoma shumë për vetë se qëtu e kena një shpajzë. Shpajzë. Abedin, du më thonë ti je këtu për balë venit ku ka jetu. Po. Nëse nuk avoj që ku atje shpia ku ka jetu Abedini, Po, pa tjetër. sa herë qohësh për gjumit, ki me kujtu jetën tonët ma hershme, edhe me punu për ditën ma shumë, ti edhe fëmija tu. Shumë e ma shumë duhet me punë. Shumë e ma shumë tash. Shumë e ma shumë. Bravo. Edhe atë kulice kam ka pisu ditët e mas, Ato le në arkiv dikon. dhe me lanë dikon për me kujtu gjendjen teme, kur jam mas gëdzushmi, me kujtu qysh jam kanë, pa edhe me lanë dhe rata të zotim edhe ma shumë të përqytatën. Bravo Abedin. Publik e dashur, rasti Abedinit u mbyll, Abedini e ka tash banesën, kështu që kretë ata që kanë ndihmu, faleminderit prej zemrës, edhe prej neve, edhe prej Abedinit, edhe prej krejt stafit që është mundu që kjo banesë me u siguru banesa, shpresojmë që rastet tjera të ketë sa ma pak, po ku do që ka raste na kena me mundu me konë ofër tyne, edhe m'ja u qelë djerën edhe me qunin ndihmë, sa do të vogël, mandej popullori është i madh, ka zemrën e madhe dhe që blen banesa, blen shtëpia, shëron njerëz, bën mund mira, kështu që ta jena na dhe unë i përgëzoj secilin cent që e kanë dërguar njerëzit në adresën e Abedinit. Abedin e gëzofsh ti me këtë familjen Dorel. Bravo dhe ty. Bravo Dena. Bravo Dorel. Punë të morë Abedin, shëndet ti dhe këtë familje jote. Publikit dashur prej Klinës, kjo banesë e re, mirë me gëzimin asët, Abedin. Sot gëzum shumë. Pa tjetër. Mirë pafshim. Ciao, ju falenderoj.
Përshëndetje. Sot jena ardhur prapë në klinikën e vënje që na kom para 3 javë, jena ardhur me taku Abedinin edhe po të shkoj gjendjen. Na Abedinin e kena kontaktu me to edhe përpresim me ardhë. A për marrë me në klinën këtu? Po. Para 3 javë. Para 3 javë. Që e po më tu më lidhë kanal që Abedinin. Nisë ma parë bo prej Golden Eagle. I ka dhuru Golden Eagle 1.000 euro. Edhe mandej pas publikimit të storjes, që edhe Abedini po vjen, pas publikimit të storjes, normalisht që Abedinit ju kanë gjinë shumë njerëz afër. Abedin? Përshëndetje! Ku je mëre? Që ti? Halo, si ke gjujtë? Jo, halo! Për një me? Si je? A je mirë? Si je mirë? Si je se dojela e mirë? Abedin? Që? A i lullë? Ka pak? Qështë më kalon? Mirë. Prapë ka orë dorejla me të pasët. Bashkë mirë. Edhe me po prapë i të paska me do kanaqë, Po, pak po. Tregom, që që ki gjendin? Po, gjendje mirë. Ha? Ka dhe zoti. Mirë. Falit poplet edhe faljuve. Na nuk këna bo kur gjanë, na këna bo një punë të vogël bashkë me Dorelin. E një cume prej Golden Eagle, kompanisë Frutex. Pas ke Golden Eagle to në kanaqë. Abedin kja spart pak jo bicikla. Pak po. Ha? Spart pak, po bat një man pak. Po, po. Ha Dorela, qa kimi thonë Abedinit? Kërë taku herën e parë. A ke mendu që kam ndryshu që ka të shumë jeta jote? E jo, me dërtit jo, po faktikosht deshti zoti, falë poplit, falë shpitin djesu, cili edhe falë teje, cili një kanë e organizator shumë të maj, e cili jo ma kënë gëzu familjen, e falenderoj poplin, cili që kanë marrë pjesë edhe personalisht stafin e ju, edhe shpitin djesu, një cili babyll, cili se organizoj tanë këtë popull, madhe, edhe puni këtë ndim, edhe falë Zotit, ati kofshin falë shpëtimit e teje, e popullit, më gëzej familje. Abedin, që shë ki familjen tash? Shumë të lumëtër. Lumëtër, a? Shumë. Jam i lumëtër, i bosqeshur, shumë. Pas tepër jam i lumëtër. Me mbledh s'ke mbledh më kanaqë, a? Jo, Jo. jo, Edhe më korë më sa të mbledh kanaqë. jo, ta këmë përëntimin, Bravo. përëntimi o përëntim. Bravo, një punë ki me gjithë, ka dal edhe me hime punu një kodin punë. E bo. Që shpe banë gjumën tash? Ti edhe fëmija. Shumë ra, Shumë rahat, a? shumë jam i lumëtër, shumë familje jam është aqë shumë i lumëtër se natë e ditë e falenderojnë a Zotin, shkaku popullit e falti. A e këzu fëmija? Pas tepër. Se do mos me janë, e cilën që kam Vajzën? Vajzën, e cilën nësë të përmend ty, thët ku agji se më ka përëndu. Tham po të ka përëndu, po do të vjenë. Po ja që erë shpitim. Ja do Normalisht, na jena për me ardhë dhe për me bo punë të mira, të këpuni bujë na bëna një punë të vogël, apo të zbëjmë punë të madhe, na po mandej njerëzit, organizimi njerëzve dhe i shqiptarëve, edhe këtu edhe në diasporë që u organizohen shumë edhe dolin ty ndim. Normalisht që kanë thirrë shumë, të kanë shkujt shumë, të kanë dërgu pare shumë, edhe ti besoj kemi falenderu njerëzit. Normalisht. Edhe bës mi harru, kur. Ja, nuk mu mi harru. Janë ndime e tëmve që me kanë bo mu dhe për familjen tëmë. Atëre une do të me falenderu shumë për stebri. Nuk ka s'po di qysh me ta spigu, jam shumë i mëci unë, shumë shumë se nuk e di qysh se ata i kanë ndimu një familje cila që kanë pos nevojë. Vajzën e ki smut, Epilepsis. me epilepsi, me smundën epileptike, apo mund është tash me nejt ma shumë gati me medikamente, me tanat. Do me thonë mos e ki qatë të lashën, qatë stresin, Jo, nuk e kam atë më stres. smuët vajza nesër dhe në s'kanë Jo, qka e me... kam kapa stres edhe kam kapa edhe kam gjujt. E ke gjujt? E kam gjujt me dërgjën është aja. Bravo, po të shumë të gjumë, Abedin, Shumë. po më bëhat shumë qefi. Shumë. Po më bëhat shumë qefi. Abedin, No? a e din që ka dhe njerës tjerë që e kanë gjendë sikur ti? E di. Qka ki me thonë për ata njerës? Inshallah del dikush edhe ma tutje edhe të menjë. Do me thonë me maj shpresa se Me marrë shprejsa. dikush ka mjallë qenë dhere, Po, me të zotit, qysh ma kam qenë mua edhe atë me dhe t'jam qenë. edhe atyne. Edhe atë me. Shprejsat e zotit nuk u pëtë. Që që i kalove këto ditë me shumë telefona, me shumë... Sa ki po të gjëmë këto ditë?
Shumë pak kam bo, në cilë se me dërtis ka mund 1%. Shumë kam pas telefonata, dhe na në sëfër. Kur o kry sëfyri, ma ndaj kom fijet, një sahat 2, prap ka njësë telefonata. Dhe të thëtë, pa ndalë, jenë ka telefonata. Ka i thu kësaj fuqia abedin për 3 javë me mru komplet jeta, dhe më thonë prej një jetës pak më ndryshe në një jetë tash ma normale, ma stabile, ma të qetë, ma pa presion, pa stres, pa... S'kam shpes falë Zotit e atëve njerëzve që më të ndihmu. Dhe më thonë e kam kop, e kam hek shtresin. Më thonë jam i lumtur se na nuk e dija zërë sa jam i lumtur. Jone, është edhe lumtur edhe familja jam. Shumë për stepi është. Na jena të lumtur. Neve na kanë bot lumtur. Neve na kanë bo me flituru. Na jem sikur ata zëjgjit që i kapin, që i kanë shtin kafaz edhe i mojnë në shqypi kafazet edhe i qesin edhe të lirë se fliturin. Ashtu të jena dhe na. Bravo Abedin. Abedin, a i din për afërsis sa portu kanë grumbullu? Po, dhe më thonë 88.000. 88.000 euro duka ngrumbullu për 3 javë. Për 3 javë ditë. Bravo. Edhe jam që e këmë lutë Zotin, ato natë ditë, dërsa dhe që ka me vojza, Zara vogël, e cilës ja këmë qitë durët për para, edhe aja u lutë. Falë Zotit, e cila edhe Doela, cila që ka rjedhë lotë bithmin e mi, që ja kanë plecu dëshirat, edhe shpitin deskët, ato kjo këmë si djerën e banesës. Dhe më thonë e ke blej banesën? Po, banesën... Hajde për haj, pra Abedin. Haj paç. Për haj, pra Abedin, për haj. Dhe më thonë e ke blej banesën? Haj paç, po. Pra, publik i dashur, 88.000 euro i kanë grumbullu Abedinit, direkt tek Abedini kanë shku ato mjete, dërgusti kanë dërgu në format ndryshme, në për agencione financiare, në për llogarit bankare, në për forma, njerëz kanë ardhur të shtëpia, edhe janë grumbullu 88.000 euro. E kemi nis me 1.000 euro donacion prej Golden Eagle, edhe i mbo 88.000. Patjetër. Cilën edhe shpëtime në Gëdërniglën, organizati parë që u konë Gëdërnigla, e cila Doela që mi ka dërzu 1.000 euro në llogari, pastaj e ka pos dorë në hajt, pastaj e nërë edhe tjerë. E nërë edhe 88.000 euro që mi kanë shu. I falenderoj diasporës, i falenderoj Kosovës, e cilë krejtë që kanë marrë pjesë në familje temë, e cilë që ma kanë blekit banes, Allah i shpërblef fjara vizat e Allah i një muftë. Abedin është kogja vlerë e madhe mu grumbullu që ka shpejt. Normalisht është e vështirë, sa ata njerë që kanë ndo mjete financiare prej pasunisë vetë, për rrogës vetë, ata kanë bo me njerës, edhe ti nuk kemi javë haru. As ti as Zoti, Zoti jo se jo, po as ti s'duhesh me javë haru, nuk dyshoj që kemi haru, edhe normalisht dojla e lumë të do t'i sëllë. Shumë. Për me? Një gjygim qaj kur do të me pi kismet. Patjetër. A je sigurt? Patjetër. Mirë, një gjygim qaj kena me pi. Abedin, mu po m'vjen mirë që ke arrit në këtë pikë me pas një banesë edhe me i shtit fëmijë tumra, na? Elhamdulillah. Sa fëmijë po të? E kam 5.000. 5.000. Jo, një 2, banë s'ta shti banesë të rej. Kismet. Po, ja nuk e janë Abedini një 2 ka i bon banesë të rej. Edhe banesa e 7. Po, bërvur, pse jo? Nuk e di ta. Banesa e re, mo, sa në gjetë. Pse mos mi mo? I ri po? Bravo. Nëse nuk ka bëj s'tu e ki kontratën, dhe më vonë që tu është kontrata që Abedini e ka blej banesën, na besoj kena me publiku edhe tek video që kena këtu, vlera banesës u konë 88.000 euro, edhe metra katror dykon 110, Abedin, 110.50, dhe më thonë 110 metra gjys tojmë na kështu në gjuhën tonë, e gëzëfsh, ti edhe me këtë familjen, edhe unë bashkë me Dorelën i falenderojmë krejti njerëzit që jenë angazhu me ndihmu Abedinit, normalisht, fillimisht e falenderojmë edhe kompaninë Golden Eagle, e cila ka inicu, e kemi inicu bashkë këtë rast, po donacioni parë u konë prej kompanisë Golden Eagle. Kështu që e gëzofsh. Ke thonë që nuk më hinë banesë pa cilë dirë. Ja, se jo, valloj, nështë konë, kjo është të vërtet që akon folë, edhe ta foli, se kjo ka kojtë mi thmin e mi. Edhe lotë e sojna, dërsa lotë e sojna që kanë vjerë, mi thmin e mi edhe ju ka plicu të Zoti. Ati kofshin falë. A shkoj me cilëm dirën? Patjetër, me Dorelën, patjetër. Hajde për hajt. Hajde për hajt. Shkëm të shkojmë banesën Abedinit.
Abedin, cila është e jotja? Që kjo? 40 nishi. 40 nishi. Për haj kof. Hajde, Hajde për na qilë dirën? Ti dorela? Hajde për haj. 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 Hajde për haj dorel? Hajde për haj. Bismillah. Va. E gëzof Abedin. Faleminderit. E gëzof Abedin. Shpëtim, do më thonë diqka. Ha? Tash edhe dhe dekë në fëmija të marë. Ja ti me dek heq. Vese e kom stërru familjen time këtu, këtë banesë edhe në dekë në fëmija ka. Marak për kur gjatë tjetër. Dhe cila dëshira familjes ta më përcu. Ti me jetu gjatë bashkë me fëmijët tu edhe me këtë njerëzit tu edhe me shiju këtë banesë të re, se kjo banesë është njerëz sa shumë njerëzve që tu kanë gjinë momentin ma të nevojshëm për ty. Edhe tjetës tonë edhe fëmijëve tu dhe gjithë. Kështu që ti me jetu gjatë edhe me shiju edhe mos harro edhe një dy fëmijë që të thash më herët. Hajde shohmi, qëtu pas me një sallon të bukur të madh, e pas ke me pamje fantastike Abedin. Fantastike. Bravo. Tash kemi mobilu. A i ki do para për me mobilu? I ki? Po, do i kam. Bravo. Ma më dzuk dhe të bëhet gjithka. Mase që edhe me dekë qëtu. Edhe qëtu me vlejt, mase jo më haratu, familja jame jenë gëdzu, jenë bo edhe e cila edhe someja, e cila u gëdzu se është me epilepsi, nuk unë mjetë marak kur gjatë tjetër. Të kalzova, me dek, to kena me dek na, mosu, ba marak për atë punë. Po me tu gjatë halaset i eri dhe minë dhe me shiu tash, ka arkuva me shiu, pa ku pëtë me dek ka qeret? Ku pëtë me dek, këto e kena një dhomë gjumit. Po, dhoma gjumit është. Fantastike. Edhe një dhomë gjumit tjetër, kënena. Drejla, haleshe edhe ti pak. Edhe një dhomë gjumit e kena, kënena. 3 dhoma gjumit e paske që tu një banjo. Banjo këka e gatshme. Edhe këtu e pas një banjo tjetër, për tjelëse. Bravo, Abedin. Unë nuk kam qa me thoma shumë. Nuk kam qa me thoma shumë, për vetë se qëtu e kena një shpajz. Abedin, du më thonë ti je këtu për balë venit ku ke jetu. Nëse nuk a boj që ku atje shpia ku ka jetu Abedini, sa herë qohësh për gjumit, ki me kujtu jetën tonët ma hershme, edhe me punu për ditën ma shumë, ti edhe fëmija tu. Shumë e ma shumë duhet me punu. Shumë e ma shumë tash. Shumë e ma shumë. Bravo. Edhe atë kulice kom ka pisu ditët e masë. Ato le në arkiv dikon. Dhe me lanë dikon për me kujtu gjendjen teme, kur jam mas gëdzushmi, me kujtu qysh jam kanë, pa edhe me ndonë dhe rata të zotim edhe ma shumë të përqitafën. Bravo, Abedin. Po blige dashur, rasti Abedinit u mbyll, Abedini e ka tash banesën, kështu që kretë ata që kanë ndihmu, faleminderit prej zemrës, edhe prej neve, edhe prej Abedinit, edhe prej krejt stafit që është mundu që kjo banesë me u siguru banesa, shpresojmë që rastet tjera të ketë sa ma pak, po ku do që ka raste na kena me mundu me konë ofër tyne, edhe me jau qelë djerën edhe me qunin ndihim, sa do të vogël, mandej populli është i madhe, ka zemrën e madhe dhe që blen banesa, blen shtëpia, shëron njerëz, bën mund mira, kështu që ta jena na dhe unë i përgëzoj se cilin cent që e kanë dërgu njerëzit në adresë Abedinit. Abedin e gëzofsh ti me këtë familjen Dorel. Bravo dhe ty. Bravo Dorel. Punë të marrë Abedin, shëndet ti edhe këtë familje jote. Publike dashur prej Klinës, kjo banesë e re, mirë me gëzimin asët, Abedin. Sot gëzum shumë. Pa tjetër. Mirë pafshim. Ciao.
Jena në Klim bashkë me Dorelen, sot kemi ardhur me taku një djalë të ri, relativisht i ri, Abedin Krasniqi. Djali merret me grumbullimin e kanaqeve. Është baba i 5 fëmijëve, edhe jeton në kushte gjashëm vështira. E ka përmend të në emision e sati, edhe unë sot me Dorelen kena ardhur me vizitu, edhe me taku Abedinin. E kemi thirrë më herë telefon, tha që është të mbledh kanaqe edhe gjana që bëjmë në mishit. Kena me pa çfarë jetë e bën Abedini bashkë me këtë familjen e vet. A shkojmë të takojmë Dorelen. Abedin? A e lodh? Ja, e lodh ti. A ke mbledh hiç? Po që, po më në ombra që shtot. A u lodhe? E ka pak. Që është kalove? Mirë me thonë. Që shje? Shje, Amadore mirë. Ka lirje. Edhe Doreles. Abedin, qa po bën? Pa alloj që vërë shpëtim. A ke mbledh hiç? Po që i kom bo do, që shtot. A i ke bo do, a? Për një dorët bukës, për familje. Që shtot, që ka me bo Atë shpëtim. një mojnë pak edhe na mandi flasim bashkë. Pa tjetër. Halet një mojnë pak. A i merr veç kështu që janë limenka, Po. a edhe plastik? Edhe plastik, komën Edhe plastik me ra? Po, bon. Okej. Abedin, ku pishet tu? Po va allojnë që herë që tu ishe, se që shtot. Që tu i shet, a? Po, qa me bo shpëtim. Apo ka shumë? Po qa me bo, për një dorët bukës. Që to nuk guxojmë se ka plot. Mund më konë gas. Që kjo nuk bën ashtu Abedin. A bën që kjo? Bon, Edhe kjo pse më nuk na? bon. Okej, Po. Dorela. Ço nal që ti Dorela na i kësi gjeje? He, Abedin, që sa ku Qa me bën këtë bo? punë Abedin? Va alloj, dikun mjena, dikun që një 7 vjetë. Që 7 vjet, a? Që 7 vjetë mjena me qitë punë. Okej. A E të moj bjen të ma familjen. kena pa këtë Po, karotën? pa tjetër. Hajde bra Abedin. Po, Çore Golden Eagle kena gjetë. Ka e mush, faleminderit po, shumë. po? Dërgoja aty në Ata karrotë. dirri. Po, hekja ato ujnë së Golden Eagle që ka. Abedin, O në shpëtim, a do një më ndimu, a? po ndihmojna Pa pak. një për faleminderes. Po ndihmojna pak se duhet me ndihmu ka pak qështu. Faleminderes shpëtim, bre. Apo gjujnë njerëzit kështu, a? Po gjujnë që shtu që. Ka unë ta ma shumë gjujnë Ma më pak gjujnë, kështu. po, që shtu që. Dal edhe i mjeli, e bëj një dorët familjes. Për që ta fmi, me pas me hongër, me pi, me jetu, pakten, me smilon unë, që shtu që. Abedin që sa ku e bën këtë punë të? Se 7 vjetë e bëj shpëtim. Që 7 vjet, a? Është e vërtetë, A, është e vështirë kjo punë. Po allojnë ballë. Ballë. Ballë e vështirë. Ballë. Ballë po s'kena që ka me ballë, s'kena rrugë dalje tjetër. Sa pari grumullën për shkakun Po, Abedin im- në ditje? 6 euro, 7 euro, 8 euro, sa ka caktu lumi Allah, i marrë që ato fare dhe i qejtë e familja, ullum, i hajna, çdo ditë kështu. A jetu agjeru? Po, Ramazan, ja. Ramazani, ja? Po. Bravo Abedin. Sa fëmi? 5? 5, Sa ki më të voglin? ma të vuglin 3 mujsh, 3 mush. 3 mujsh. Ma i modhi? Ma i modhi 10 vjetë. Apo shkon shkollë? Po, i modhi po, dësa këta tjertë ju, e kam qiken smut me epilepsi, Qike me epilepsia. po e kam, e trajtoj në për mjek, me mundësit mija, e trajtoj, jem shku me qu, edhe qiken, se nuk jam një djallë, se mi qu fëmin me dy, e vetë, po ju vetë më ndona me shpijet e me mjesh, e me qka të muj, e ata më konë rahat e me s'me dolla shtët, me lype me bo, a vetë pu. Vetë njëlli kanaqe, hekra, dal, a ata dhe të rinë qetë. A e din fëmija çfarë punë e bën Abedin? Po. E din domethënë. E di djalli ma. Djalli ma, po, shqyqe zotit, a ju më kuptan. A të ka thonë diçka në herë djali ma? Po. Kur janë në shpe, bab, s'muj pa ty. Bab, se kështot? Kështot janë kushtet, bab. Edhe unë e kam qef. Mi po të thumë të, edhe unë e kam qef. Me gjithë një punë. E më konë punë shpitim. A je ka në punë Po. Abedin? E më shku me punu. Ka me fëndu.
Kanë ndu, më kanë thonë që këtë djali me kulicë, se o dalë tash orë ma shtellë me punu. Edhe e kom shku të shefi, kom thonë, a mund është me nalë? Nale. Edhe kështu se s'ko mujtë me vazhdu shpëtim. E fendimet sen. Edhe kom vazhdu prap. Me këtë karocën tam, mjaf sjellë që atëmve, i darën, e bukës, e mjaf që me pos me honga me filë. Nuk duhe fendime. Kjo ka ndodhë se vetë se kom hongër, hamburgerin, jam kom që fëmive. Jam kom ndodhë tombe ka pak. Me hongër. Hamburgerin që ke marrë në puna? Po. Se ke hongër për veti, Se ke kom qenë në hongër, shtëpi? e kom që. Fëmijën në shtëpi? Po. Në ashta kom thonë, po në përhoj ata, s'pëhoj, e më shku. Ja kom thonë, si cilët ka pak. Allah i ka i fshy. Zotë është i madhë, për tonë. A ka në moment ku fëmijët flajnë pa ushqy për shumë, pa hongër, pa pi? Ka ndodhë. Ka ndodhë, po do të më koni i fuqeshëm. Ato sene. Do të me ditë, mu ka ndodhë se e kom qitë, e kom marrë një të nxjerë, e kom thonë, shoqes, me rëvluë. Qite, e këna qitë mi shpëret, edhe që tash edhe pak bëhet, tash edhe pak bëhet, tash edhe pak bëhet, edhe ata kanë flejt. Unë dajt nesit jë më dali, sot jam kom bo, i darën edhe. Sa kom pas mundësimi, mi të vu 3-4 euro, po 5 euro, edhe jam qfu, jam kom qfu i shrymin e të me. A ka në ditë abedin që këthej është pas një euro në shtëpi? Ka mundësi, po edhe ka mundësi mi marrë 5-6 euro, po ka mundësi. A dalin boll, 5-6, dalin boll, është. Nashta nuk më dalin në shpitim. Çka mundesh me bo, ose më mirë me thonë çka mund me bo ti me 5-6 euro në ditë? Për shembull, 5 fëmijë ki, grunë, vetë. ka mundësi jone mes me hongër ata. Dhe të hajnë edhe ti. Më ka ndodhë se edhe një rast më ka ndodhë e më shku, s'ko mujtë me nëzirë atë natë. Edhe më shku në shpe, këm shku në shpe, to najtë, më ka ardhë me bebelak. Shuë që ja tha, s'ko mo. Qysh, s'ko mo, edhe i namet. Pa qëmsht. Pa qëmsht. Edhe dejtë nesrit. Nesrit që më qunë në 6 ora, jem dalë, 500 rrugë i kum kalu, i kum bo, edhe Allah ishtë i madhë, i ka sjellë atë qëmë. I ka bo me nëse për thminë të eme, edhe ja kum qëmë. A u bone e lumë të mandej, kër ja Po. sigurove qëmsht? Po, be flotëru ju më bo. Se i vdodi është shumë, në prind më konë është problem. Po qa me bo? Ti ki problem edhe me shikim? Me shikim të synit, po. Me njonën nuk Nuk shka, me këto nuk shka. shë. Nuk u dzemi hypë lartë. Edhe me gjithse, për shambull për poshtë, okej. Nuk është kush farë problemi. Po në altësia nuk u dzej. Qka ki me thonë njerëz dhe bedin që përna shohën qëtë moment? Ju kisha lutë atëve, paka shumaj se ka mundësi më ndimu, mirë ishë bëm. Aj që dëshëron me pa një familjëm të lumëtor, fëmin mi pa të lumëtor, e kam një familje shumë bukur, Allah i pa ka dhënë dhërat. Ata fëmi mi ka dhënë dhërat, e aj se dënë mi pa që ata fëmi lumëtor, kam qef më ndimu. Se kom provu me punu, nuk thamë se s'kom provu, edhe nuk thamë se s'punoj, po ju me efendime, ju me të fendu, po me mujtë me të qëtin rrugë të mirë. A ju me thonë, që ai djali me kulicë, që ai djali u kontë i tash, kisë mund me rëzanot, se kjo donë në për konta, ki ka mjellë ka no që hekra ka mjellë, e kisë bënë. Po do të me thonë, hajde të përkosë në pak, që anë gjesë në duër në pak. A bedin që është historia e jetës tonë? Historia Ku ke jetës. linë ti? Une kam linë këto, Klin? këtin, po. A i ki prind gjallë? Jo. Ka ndru jetë? Jo. Blazën e motra a ki?
Vllazën motra, jo. Nuk i. I kam vllazën e motra, po nuk e di ku janë. Nuk di ku janë. Pse s'ki Nuk di, informacione për ta? s'di. E kam një vlla, kam Malzi e di, që e kam. Malzi e kam një vlla. Mandej nuk e di për që. Qysh është jeta me me konë qëtë gjendje, me jetu në qëtë jetë çfarë ti e bën? Qysh jetohet qështu, ma të regon Keq. pak? Keq. Keq. Pa kam shoqen, cila më përkrash. A i mbledh më dhe pak anonqa, vedin? Po më, A i mbledh më dhe pak? po i mjellëm, Të nxerrim ditën. po më kismet. Dojla për ndimon. Hajde. Se edhe shpëtimi sot në ka orë me nani mu. Me vojzën vetë, Dorinën, inshallah ja runë Zoti. Sa shpenzime i bën mujtë? Po, ti duela më varet këtë, ata janë fëmijë të vogël, ata nuk dëvesin, po kam shpenzime se ata dojnë me hongër, dojnë me pi, pastaj dojnë edhe me dalë me shëtit si fëmijë tjerë, po unë nuk kam kushte. Kam kushtet më plotësuatëve. Ashtu që shmënojnë ta. Po pakten më plotësu pak dëshirat. A shkojnë në shkollë? Djali po, ndërsa vajzat jo. Se e kam qiken ceka më herët me epilepsi, ndërsa nuk du me pas zonca tjera, mi pengu atëve, nuk kam qef. Kështu si për momentin një, se e qoj në për mjek, në peje, trajtoj ka pak, e qoj, çdo 3 muaj apo varet, qysh që i kam kushtet. Si ti bëj 20-30 euro, do më thonë e qoj, e trajtoj, do më thonë e kontrollojnë, e bojnë. Ti me po shtu, ti kështut, ti halo o vojzë më të bukur s'ki po, edhe ma talente. Po ja që epilepsia është epilepsi, nuk u zë me nervëzu, nuk u zën qysh të ata do të më trajtu. Derisa ti bën pak vjetë, dhe sa ti heket pak. Aja epilepsia, mjeki më ka thonë se po. Ka thonë mjeki po se kam jo hek, do të gjenë dita, po vish regati qështet. A keni shpëtjuva jetëni me qira? Une jetoj për momentin me qëra, po është e vërtet aja, po qa me bo? Qështu të jeta, s'kena qa me bo. Sa keni shpenzimet mujore? Mujore duke më thoni kam dikom 500, 600, kënë dvorë se ata dojnë me hongër, dojnë me pi, apo kupton, dojnë më vesht, dojnë më math, si këtë fëmijë tjera dhe ata dojnë. A jeni të punua, jeni ka rene ju dy. Hajde Abedin, do rejnë, hajde. Hajde dhe të shpitim prona masi ka ardhë. Hajde, hajde. Shpejt për gjemre? Për gjej pra. Gjë shpitim një gjonë. Që tu janë do ma shumë, hajde Abedin, djali.
Abedin e kena bo një punë të mirë sa po mduket. Po, Kena kena mbledh mirë. pak, jo shumë po. Pak. Edhe shi edhe... Apo dhe çdo ditë? Po çdo ditë atë. Po, Çdo ditë, ha? po çdo ditë. A ishe mujtë për taku fëmijët pak? Po marr patjetër. Abedin? Po ka qef me taku fëmijët tu Dorela? Po, kena me taku. Kena me taku. Ata fëmijë që i kam bukur. Bukur, a bidon shumë Abedin? Po, vallahi. Shumë, ha? Po i du. Po sigurisht, fëmijët ma, a ma shumë qika ta në tjenë. Vallahi, Ha? qikat i du më shumë. Qka më kja puna Abedin kështu? Kajtë dhe më thonë, kajtë babalarët i dojnë qikat ma shumë se sa djemët. Po se janë zgjuta shumë. Po thua, Po. edhe di me ndashtë, që Dim. kja Dorela ta me, për shembull mua me shpirtin Po, kështu. vallahi. Ka pak, O, du din me kesh. dash, Po, Edhe i krym punë dhe veta, po normal. i plotësojnë ato Se djem, kërkesat. Djem ta, na djem na, O kry, po. na Abedin, kështu jena Vajzat ishin për babë edhe për nonë. Vajzat janë për baba dhe për nona, e vërtet. Shumë e vërtet, Abedin. Sa ki fëmin e vogël? 3 muaj. 3 mujsh. E pas me gjatë. Tash kena mja dhon dueles në dorë. Ah, Dorele sa? Po, 3 mujsh. kisma, po. A din me majt? Po, më rëtë Sigur? Bravo. Hajde shkojmë të Abedini. Abedin, këtu për jeton ti, ha? Po. Shpia që kjo, me qira. Po. Sa ta marmana që kena grumbullu, sa dunet e Dorela ka noqe? Nja, 3 euro. 3 euro po thua? Po. Okej. 3 euro. Dorel, Abedini ka punë tash prap, edhe ka me himrana të familja, kena me hidha na me pa pak familja e Abedinit. Para se një mëra, kena Pas- një adhoni, Nilan. Lila ju. Po, E në konë të kompania Golden Eagle edhe ja kena siguru e një kena siguru donacion. një donacion 1.000 euro. Për ty dhe për familjen tonë. Ja, mos e emociono. Ja, mos e emociono, hiç. Allah është problem. Hiç. Allah e të rujti të dvojës. Allah e të rujti të fëminë të tjerë. Allah inshallah e unë këtë fëminë e botës. Inshallah. Golden Eagle e ka ndonë një donacion për juve. Faleminderit shumë. Vlera ke Dorel, sa the? 1.000 euro. 1.000 euro. Faleminderit shumë. Ato janë dërgu në llogarinë e gruas tonë. Okej. Edhe sigurisht mundeni me të hek edhe me për një 2-3 muaj me pas jetën pak më të lehtë. Faleminderit shumë. A vetëm ti emocional, Jo. shkof tjetër mbar, Faleminderit e shumë. pas fëmin shnosh, Faleminderit. e agjerën të lehtë, Faleminderit. edhe me shpresë se ka me dalë edhe ndaj njëri tjetër me ndihmu dhe me përkrah Faleminderit. ty dhe familjen tonë. A shkojna mëra? Tashti, hajde! Hajde.